vazhdojmë me lajm të fundit në lidhje me ngjarjen e më pak se një ore më parë ku ka mbetur i vrarë me mjet prerës i riu Egli Pashollari. Do të shkoj tani sërish në komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin Sokol Dema për të kuptuar çfarë thot policia në mos gaboj Sokol apo jo, e cila ka nxjerrë disa informacione paraprake. Çfarë thuhet? Në fakt, fillimisht do të lexojmë njoftimin paraprak, pra që thot policia. Në momentet që po flasim është janë ekspertët kriminalistë që vijojnë të punojnë, më fal që po e rikthej edhe një herë Arlind, për mbledhjen e provave dhe po vendosin pra piketat e krimit në vendngjarje. Ndërkohë, policia ka njoftuar të paktën zyrtarisht për të dyja ngjarjet, të cilat kanë ndodhur pra rreth 40 apo 50 minuta më parë në kryeqytet. E para, ajo që unë jam pra për momentin në rrugën Kongresi Lushnjës, ku është goditur pra një 31 vjeçar, Egli Pashollari, i cili ka humbur pra jetën në këtë ngjarje, teksa ngjarja e dytë bëhet fjalë për atë 10 minuta më vonë pra pranë rrugës së Kavajas apo në zonën e Deliorgjit që njihet në kryeqytet, ku pas një konflikti pra me armëzjarri aty një person është plagosur me armë dhe po merr ndihmë në spital. Ndërkohë, ne kemi arritur që të zbardhim pra dinamikën e ngjarjes pra që ka ndodhur në vendin ku unë ndodhem në rrugën Kongresi Lushnjës, ku humbi jetën 31 vjeçari Egli Pashollari. Ka qenë një konflikt i ndodhur prapa krave të mi mes 4 personave në total. Viktima 31 vjeçar ka qenë i vendodhur pra pikërisht në vendin ku janë të vendosur edhe piketat e policisë, sapo kishte ardhur pra me automjetin e tij dhe kishte ndaluar, sapo ka dalë nga automjeti, i cili nuk është në vendngjarje. 3 persona janë afruar, 2 djemë dhe një vajzë, dhe menjëherë kanë nisur pra të konfliktohen me njëri tjetrin. Në vendin ku është edhe pellgu i gjakut, të paktën një herë pra është qelluar në kurriz nga njëri prej djemve dhe këta të fundit më pas janë larguar. Disa dëshmitar, persona që kanë ndodhur pra në vendngjarje në momentin e sherrit, i kanë dhënë ndihmën e parë pra 31 vjeçarit, i cili është marrë, fillimisht është tërhequr dhe është vendosur pra në krahun tjetër në një lokal në afërsi, por gjendja ka qenë shumë serioze dhe menjëherë më pas të njëjtët persona pra që kanë ndodhur në vendngjarje si dëshmitar e kanë marrë për të transportuar në drejtim të spitalit me automjetin e tij. Megjithatë, ai nuk ka mundur të mbijetojë dhe rrugës për në spital pra ka humbur jetën. Paraprakisht dyshohet për një ngjarje për debatet apo debate të vogla, por që kjo mbetet për të sqaruar, pavarësisht se prapa tyre pra ka një background të gjerë, paktën sa i përket viktimës 31 vjeçare pra i cili mbeti i vdekur në këtë ngjarje, i lidhur me një prej grupeve të Emiliano Shullazit këtu në kryeqytet, por që është një histori e gjatë edhe në dyert e drejtësisë. Ndërkohë, nga ana tjetër, pak më herët thash se janë shpallur në kërkim disa persona. 2 djemt paraprakisht më bëjnë me dije pra nga ana e policisë që janë nga Tropoja dhe kanë mbiemrin Buçpapa. Disa patrulla policie janë kërkim të tyre, patjetër që po kryhen kontrolle sidomos në hyrje dhe dalje të kryeqytetit për të zbardhur pra dhe për të çuar përpara drejtësisë këta persona. Deri pak më parë, efektiv të policisë dhe drejtues kryesor pra të policisë Tiranës kanë punuar në për zonën përreth për të bërë të mundur zbardhjen pra të pamjeve të kamerave të sigurisë dhe për të zbuluar të plot dinamikën e konfliktit. Paraprakisht dyshohet se autorët pra të kësaj ngjarje, përpara se të vinin për t'u afruar dhe për të qelluar apo për të nisur sherrin dhe më pas për ta qelluar njëri prej tyre me thik viktimën, kanë lënë pra automjetin në një rrugic diku në afërsi dhe më pas ka ndodhur pra gjithçka në disa sekonda duke e goditur me thik të paktën një herë në shpinë, çfarë me sa duket ka prekur edhe organet jetësore, duke e lënë pra të vdekur 31 vjeçarin. Arlind, bëhet fjalë për një personazh në fakt të përmendur më herët nga ana e autoriteteve, pasi 31 vjeçari pra që humbi jetën, Egli Pashollari, ka qenë i përmendur pra më herët në proceset gjyqësore të grupit Emiliano Shullazit edhe në gjykatën e posaçme, i përfshirë pra në disa ngjarje të tjera, por që patjetër në vijim pritet të kemi detaje më të plota të mënyrës dhe përfshirjes së tij. Po ndërkohë për momentin nuk mund të themi se ngjarja e sotme ka lidhje me të shkuarën dhe përmendjen e tij nga autoritetet, apo jo, Sokol?
Paraprakisht jo, ngjarjet nuk lidhen me të shkuarën, megjithatë pritet të verifikohet pra se çfarë realisht ka ndodhur, nëse ka patur një konflikt të ditëve të fundit apo ka patur një ngjarje e cila mund të jetë gjene pa zgjidhur që më përpara. Megjithatë, deri më tani burimet pranë policisë thonë se jemi përballë një situate të një konflikti që mund të ketë ndodhur pra për motive banale, i cili pritet të sqarohet në vijim. Patjetër që policia deri në këtë fazë akoma nuk ka administruar dëshmi të rëndësishme sa i përket shkaqeve, përveç dëshmive që janë mbledhur në vendngjarje për mënyrën se si ka ndodhur pra dinamika, por kjo është zbardhur edhe përmes pamjeve të kamerave të sigurisë, ndërkohë mungojnë dëshmit të plota për të dhënë pra një përqasje të asaj çfarë ka ndodhur si shkak pra të kësaj ngjarje. Sigurisht po punon policia për gjetjen edhe të personave tashmë të shpallur në kërkim, por njëkohësisht edhe për të sqaruar pra dinamikën dhe shkaqet që kanë çuar deri në këtë ngjarje të rëndë, e cila për fat të keq është mbyllur sot me humbjen e jetës së 31 vjeçarit Egli Pashollari. Sokol Dema, të falenderoj për këto informacione, detajet që përcolle në më pak se një orë më fakt kur edhe ngjarja ka ndodhur, sipas edhe informacioneve paraprake të policisë. Falenderoj edhe njëherë kolegun Sokol Dema. Ne ndërkohë këtë transmetim të drejt për drejt në lidhje me këtë ngjarje, këtë lajm fundit e përfundojmë këtu. Qëndroni me report.